Bashkimi Evropian ka vendosur që t'ia heqë masat Kosovës, mirë po hajde të shohim sa ka qenë dëmi financiar nga këto masa sipas një analize nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Bashkimi Evropian është partner kyç në zhvillim ekonomik, politik dhe institucional të Kosovës, duke kontribuar më shumë se 1.5 miliard euro për reforma dhe mbështetje gjatë periudhës 2007-2020. Megjithatë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian tashmë ishin futur në një fazë të re, sidomos pas tensioneve në veri të Kosovës në vitin 2023. Sipas këtyre zhvillimeve që nga qershori i vitit 2023, Bashkimi Evropian pati vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat kanë ndikuar negativisht në marrëdhënie dypalëshe dhe në mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Masat e vendosura nga BE-ja ndaj Kosovës kanë rezultuar me pasoja të theksuara financiare dhe zhvillimore, duke i kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro në projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Brenda kësaj shume, për shkak të kalimit të afateve të lejuara për nisjen e procedurave për projekte të caktuara, 7.1 milion euro janë humbur tërësisht. Sektorët më të prekur përfshin mjedisin me 350.7 milion euro, energjinë me 114.4 milion euro, digitalizimin me rreth 57 milion euro dhe kulturën me 15 milion euro. Këto vonesa në fillimin e zbatimit të projekteve nënkuptojnë shtyrje ose humbje të mundësive në rritje, zhvillim dhe përmirësim të mirëqenies së qytetarëve, si dhe ndikojnë negativisht perspektiven për integrim evropian. Mirë po tani falë angazhimit të presidentes Vjosa Osmani dhe Bashkimit Evropian, është arritur një marrëveshje dhe këto masa janë hequr ku njëherët Kosova do të vazhdojë të përfitojë përsëri financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe atë menjëherë në fillim të vitit 2026.